Janë miratuar edhe 145 emra të rinj rrugësh në komunën e Tetovës, ndërsa kanë mbetur edhe rreth 100 të tjerë për ta kompletuar listën e plot. Procesi pritet të përmbyllet brenda këtij muaji, kurse në shtator lista e propozimeve do të dalë zyrtarisht para këshilltarëve të Këshillit Komunal. Miratuam edhe fazën e dytë të konfirmimit të emrave të cilët do i bashkangjiten listës finale të propozimeve që duhet të kalojnë në Këshillin Komunal dhe pastaj të dërgohet qeverisë për pëlqim. Ju e dini se në fazën e parë miratuam diku te 77 emra, në mbledhjen e sotme në fazën e dytë miratuam edhe 145 emra tjerë, duke shkuar kështu numri i emrave të konfirmuar në 2022. Na duhen minimalisht edhe diku mbi 100 emra që të kompletohet e tërë lista që do duhet t'i dërgohet qeverisë. Nga 20 shtatori të kemi edhe listën finale të kompletuar që Këshilli Komunal duhet ta miratoj dhe qeveria duhet të jap pëlqimin e duhur. Kryetari i komisionit Albi Qamili thotë se për këtë listë ka dakordsi edhe me partnerin e koalicionit në nivel qendror, me qëllim që ky problem dekadash më në fund të marrë zgjidhje ligjore. Është proces i cili nuk dëmton dhe nuk prek askënd, nuk prek asnjë bashkësi etnike, asnjë komunitet, ashtu siç e ka thënë edhe kryeministri në deklaratat e tij publike, se ky proces duhet të ecë me kujdes të veçantë. Ne po ecim këtë proces i cili ne besojmë se do të marrë pëlqimin e qeverisë dhe do të vazhdojmë të keqë ky problem shumë vjeçar, një problem të cilin qytetarët e Tetovës. Megjithatë, pas mbledhjes reagoi këshilltari i Lidhjes Shqiptare. Nga kjo parti kërkojnë që në listën e propozuar të përfshihet patjetër edhe emri i ish të burgosurit politik Mehmet Gega. Kjo ishte arsyeja dhe pse votova kundër propozimeve tjera që vishin nga VMRO-ja Pala Maqedone. Dhe ne si Lidhje Shqiptare u bëm me dije që në mbledhjen e ardhshme propozimi jon do të jetë një dhe i vetëm, Mehmet Gega, që t'u heqim atë komoditet shumicës, që të përzgjedhin nga lista jon se cilët emra janë më pak apo më shumë lëndojnë Palën Maqedone dhe partnerët e tyre të koalicionit. Në komunën e Tetovës numërohen gjithsej 297 rrugë, nga të cilat 216 identifikohen vetëm me numra ose nuk janë fare të evidentuara, gjë që shkakton pengesa të vazhdueshme në terren për dërgesat postare dhe shërbimet e tjera institucionale.